Policia e Lezhës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur mesditën e së premtes në qytetin e Lezhës, ku një konflikt për motive të dobta ka përshkallzuar në lum fizike dhe goditje me mjete të forta. Nga hetimet e kryera nga specialistët për hetimin e krimeve në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponia dhe forcën kombëtare të sigurisë njësia Shkodër, u bëi mundur identifikimi të gjithë personave të përfshirë. Si rezultat, 2 shtetas janë arrestuar në flagrancë dhe 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Në prangat e policisë kanë rënë shtetasit FX, 34 vjeç, banues në lagje Nën Tereza Lezhë, i akuzuar për plagosje rënd me dashje kryer në bashkëpunim, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, prishje e qetësisë publike dhe deklarate rrem përpara oficerit të policisë gjyqësore, dhe Eno, 37 vjeç, banues në të njëjtën lagje, i akuzuar për plagosje rënd me dashje kryer në bashkëpunim, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe prishje e qetësisë publike, ndërsa në kërkim janë shpallur shtetasit RM, 20 vjeç, KN, 20 vjeç, AD, 15 vjeç dhe AM, 17 vjeç. Të 4 personat akuzohen për plagosje rënd me dashje kryer në bashkëpunim dhe prishje qetësisë publike. Nga hetimet e kryera rezulton se ngjarja nisi me një konflikt fizik mes shtetasve FX dhe RM, ku më pas situata agravoi. Pas goditjes me mjete të forta ndaj RM, ky i fundit bashkë me 3 shokët e tij kanë ndjekur dhe përplasur me automjet FX, duke goditur sërish me mjete të forta dhe i kanë shkaktuar dëmtime fizike. Policia e Lezhës po vjon punën për kapjen e të shpallurve në kërkim dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Materialet procedurale janë referuar në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë.